Ka tre forma të përfitimi nga amnistia. Së pari, përfitojnë nga amnistia nga vuajtja e dënimit. Pra, kur kemi personat të cilët janë meshkuj ose femra, janë dënuar me vendim të formës së prerë dhe ju kanë ngelur vetëm deri në 3 vite burgim për të vuajtur, kur janë meshkuj, dhe deri në 4 vite kur janë femra, përfitojnë nga vuajtja e këtij dënimi. Pra, është e rëndësishme që vendimi duhet të jetë dhënë deri në datën 31/12/2025 dhe të ketë marrë formë të prerë. Femrat kanë më shumë lehtësi për faktin edhe rrezikshmërinë më të ulët shoqërore që kanë, dhe është një nga përfitimet e para, pra përjashtimi nga vuajtja e dënimit. Përfitimi i dytë është përjashtimi nga ndjekja penale. Në momentin që kemi një vepër penale, e cila dënohet deri në 2 vite dhe është në hetim çështja dhe vepra penale ka ndodhur para datës 31/12/2025, gjitha këto çështje pushohen. Dhe përfitimi i tretë, ata të cilët nuk kanë përfituar nga përjashtimi nga vuajtja e dënimit apo përjashtimi nga ndjekja penale mund të përfitojnë nga ulja e dënimit, duke përfituar 1 vit ulje dënimi meshkujt dhe deri 1 vit e gjysmë femrat. Ka disa përjashtime, pra po themi cilët përfitojnë. Disa kategori që përjashtohen nga përfitimi i amnistisë. Okej, që lidhen. Ato kategori janë personat të cilët janë dënuar për vepra penale të rënda, duke filluar nga vrasja me dashje, vrasja rrethare cilësuese, krime kundër jetës, krime kundër shëndetit, krime kundër pasurisë, duke specifikuar nenet përkatëse në ligjin për amnistin, të cilët përjashtohen nga përfitimi i amnistisë.